Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi kandidatët e koalicionit Shqipëria Madhështore nga Peqini. Ai deklaroi se ky ekip do të jetë avokati i paposhtur i kauzave të qytetarëve. Përfaqësues dinjitoz me të cilët ne jemi krenar. Krenar është Elbasani, krenar është e gjithë Shqipëria me një ekip si ky ekip, i cili do të jetë avokat i pamposhtur interesave tuaja, i kauzave tuaja të drejta në Parlamentin e ardhshëm të Shqipërisë. Në fjalën e tij, Berisha premtoi një paketë të fuqishme ekonomike, duke theksuar se në 100 ditët e para të qeverisjes së tij nuk do të ketë asnjë pension më të ulët se 200 euro. Sepse në 100 ditët e para ju siguroj se në Shqipëri nuk do ketë pensionist me pension dën 200 euro. Pas 11 maj në 100 ditët e para nuk do ketë rrogtar me rrogë më të ulët se sa 500 euro në Shqipëri. Dhe se do subvencionoj për çdo fidan të mbjell 5 herë më shumë se sot. Mëtej Berisha ironizoi edhe takimin përmbyllës në Diber të kryeministrit Edi Rama. Tallet me ju, tallet me shqiptarët, merr daullën, i bie daullës, gjën dhe Nojzin, me Lamborghini Nojzit, po Lamborghini Nojzit nuk është pensione. Nga Gramshi, Berisha theksoi se qyteti ka nevoja emergjente, ndërsa shtoi se rrugët janë po ashtu, siç kanë qenë në vitin 2013, kur ai la pushtetin. Unë e njoh jo pak këtë vend, por e vërteta është se Gramshi, si asnjë rreth tjetër, ka nevojat më emergjente. Gara për zgjedhjet parlamentare ka hyrë në javën e saj të fundit, ndërsa me 11 maj, qytetarë shqiptar do të zgjedhin përfaqësuesit e tyre në Kuvendin e Shqipërisë. Të gjitha projektet me përparësi